Edi Rama I kërkon gjykatës së lartë dënimin e nënkryetarit të Partisë Demokratike Edi Paloka për veprën penale të fyerjes dhe shpifjes së bërë publikisht. Kërkesa është bërë këtë të martë në gjykatën e lartë nga avokatja e Ramës, e cila argumentoi se deklarimet e bëra nga Paloka kanë qenë të pavërteta dhe kanë pasur si qëllim denigrimin e figurës së kryeministrit. Por në kundërpërgjigje të këtyre pretendimeve, avokatët e Palokës kërkuan rrëzimin e kërkesës me argumentin se fakti nuk përbën vepër penale. Sipas i Vikasos, deklarimet e Palokës janë bërë në cilësinë e nënkryetarit të PD-s dhe nuk është akuzuar Edi Rama si person por kryeministri. Kjo gjë nuk është e dënueshme në kodin penal, saktësoi Kaso. I pranishëm në gjykatë vetë nënkryetari i PD-s deklaroi se i qëndronte akuzave të bëra në adresë të qeverisë dhe kryeministrit. Jo më larg se 2 ditë më parë kemi një deklaratë dhe Departamentit të Shtetit që tregon se kriminaliteti në Shqipëri po rritet dhe një nga arsyet sepse ky kriminalitet është rritur është krimi organizuar dhe lidhet e tij me zyrtarët e lartë. Mbas hapjes të procesi, mos harrojmë që 2 prej deputetëve të paktën të grupit majorancës, nga vetë kjo majorancë janë përndjekur dhe janë çuar para gjykatës për dekriminalizim. Seanca e radhës u la për në 29 maj, ku do të dëgjohet edhe mendimi i prokurorit nëse kemi të bëjmë apo jo me një vepër penale dhe më pas kolegji do të shprehet me vendim nëse do të pranojë apo jo kërkesën e kryeministrit. Rama e paditi Palokën pas deklarimeve të bëra nga ky i fundit se qeveria është e lidhur me krimin dhe se kriminalët si Emiliano Shullazi favorizohen prej saj.